Këtu është horoskopi i martë 23 dhjetor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Shumë kundërshtime planetare dhe ju ndjeheni ju kundër botës. Dashuria në dyshim, por ju mund të shihni se diçka nuk është në rregull, keni kujdes. Sot jeni nervoz dhe në ankth sepse ka shumë çrregullim rreth jush. Demi. Ju dëshironi të largoheni për vende të reja, një qëllim është në horizont, i arritshëm edhe në dashuri. Si përmarrësit favorizohen, lajme që së shpejti do të vinë. Binjaket. Shenja të lajmeve të mira, por në planin afatgjatë. Ju mund të shihni se ju duket e këndshme të jeni pranë dikujt tuaj të afërt. Gaforja. Mbyllni gjërat që ju interesojnë më shumë deri më sot. Kushtojini vëmendje kontakteve me ata që doni, thirrjeve nga jashtë, edhe nga të huaj. Luani. Situata e përgjithshme thotë se zemrat e vetmuara ende nuk kanë gjetur gjysmën tjetër të mollës. Kjo nuk është rastësi, mos e fajsoni fatin, por jeni ju që nuk i jepni vetes ose jeni shumë kritik. Virgjeresha. Para disa javësh nuk do të jetë e mundur të bësh një ndryshim në punë, prandaj duhet të jesh i kënaqur me atë që kalon manastiri. Mëngjesi mund të jetë më i paefektshëm, por pasdite një dozë e mirë e energjisë kthehet, shumë gjëra për të bërë. Peshorja. Ka një dëshirë për argëtim, ftesa nga miqt. Pranoni ftesat me kujdes, të rrethuar nga pak njerëz, por të besueshëm. Akrepi. Kjo ditë lejon shumë që të ndryshojnë lëkurën e tyre. Në dashuri, qëndroni sa më pranë personit që dashuroni. Shigjetari. Të shpërqendruar nga punët e biznesit, mund të mos e kuptoni se ka boshllëqe në dashuri për momentin. Do të kishit merituar më shumë. Britsjapi. Ndalimi në këtë periudhë është i gabuar. Ju shpesh keq kuptoheni, në vendin e punës mund të keni debatuar edhe me një njeri, nëse është e nevojshme impononi veten. Ujori. Ka diçka që nuk shkon, ju mund t'i jepni hapësirë të gjitha gjërave që ju pëlqejnë, por keni kujdes të mos lejoni që të tjerët t'ju prishin asgjë. Pasdite nuk duhet të egzagjeroni shumë përpjekjet, këmbët dhe shpina janë pika të dobëta. Shpenzimet e tepërta shtëpiake. Peshqit. Gjendja e përgjithshme është e mirë, ju jeni një referencë për shumë njerëz në këtë periudhë. Duhet pak durim, por dita është pozitive. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.